Tani, në përgjithësi, ne vuajmë shumë në Shqipëri nga mungesa e vitaminës D, edhe pse kemi diell me shumicë. 360 ditë në vit, po edhe ju jeni në zyrë tani, edhe unë jam në zyrë gjithë ditën, me thënë drejt nuk ekspozohemi shumë, pra suplementi kryesor është vitamina D, i dyti magnesiumi dhe kalciumi. Vitamina D pse? Se na duhet për ushqimin e kockës, mos kemi problematika në vëllimin e kockës dhe në dodësimin e saj. Kalciumi shumë i rëndësishëm për absorbimin e vitaminës D. Madje thështojmë që vitamina D sugjerohet të merret me vitaminën K2 që është e domosdoshme për përfitjen e organizmit, dhe magnesiumi që është suplement jashtëzakonisht i mirë për sistemin nervor, për ngërse që gjatë natës, për dobësinë muskulare. Janë 3 suplementet kryesore. Normalisht ne i këshillojmë të bëjnë analizët përkatëse dhe në bazë të këtyre vlerave shohim dhe pse pacienti ndihet i lodhur, e drejtë, gjendje depresive, ka mungesë fokusi. Pra, fizioterapia mundohet të bëjë një bashkëpunim midis dy gjërave, mirëqenies, po edhe problematikave posturale.